Një mesazh anonim që po qarkullon në rrjete ka ngritur dyshime për një ndarje të mundshme mes Brikenës dhe Mateos. Sipas pretendimeve, çifti mund t'i ketë dhënë fund lidhjes së tyre, por pa e bërë ende publike këtë vendim. Dyshimet nisën pas publikimit të një mesazhi anonim nga një person që pretendon se jeton pranë tyre. Në mesazh thuhet se prej disa ditësh Brikena nuk është parë më në zonën ku qëndronte zakonisht, duke shtuar aludimet për një krisje në raportin e çiftit. Pas publikimit të këtij informacioni, rrjetet sociale janë mbushur menjëherë me komente dhe diskutime mbi statusin aktual të marrëdhënies së tyre. Ndjekësit kanë nisur të analizojnë çdo detaj nga postimet e fundit, mungesën e daljeve publike dhe aktivitetin e tyre në rrjet. Megjithatë, deri në këtë moment, as Brikena dhe as Mateo nuk kanë reaguar publikisht për të konfirmuar apo mohuar zërat që po qarkullojnë. Për momentin, gjithçka mbetet në kuadrin e spekulimeve që kanë ndezur rrjetin.